e një ngjarje tragjike që u regjistrua në Durrës, ku një përdorues pra i alkoolit në timon shkaktoi një tragjedi. Në propozim, thuhet, kur nga verifikimet e parashikuara në pikat e këtij neni rezulton një vlerë alkoolike më e lartë se 0,5 gram për litër në gjakun e drejtuesit të mjetit dhe ky drejtues është konstatuar dhe ndëshkuar më parë për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit ose në gjendje të dehur, në rast përsëritjeje merren masat e heqjes së lejes së drejtimit përgjithmonë. Si e vlerësoni këtë propozim? Unë nuk jam dakord me këtë propozim, është një propozim liberal. Mendoj fare i pa studiuar, sepse nuk do të presim ne që kyt na silli viktima ne, ta kapim ne për herë të dytë, për herë të tretë, për herë të pestë, dhe atëherë ne të kujtohemi mbas na silli viktima. Jo. Kodi on rrugor e thot shprehimisht, ndalohet përdorimi sadopak i pijes alkolike. Pikë, kjo ka mbaruar. Pra, çfarë do të presim ne? Nëse sot 3 deputet apo 5 deputet nga ta ngren do kartonin aty dhe mbas 2 vjetësh një pjesëtar i familjes tyre do vdesin në aksident, çfarë do thonë, pse ngrita kartonin unë? Që të vite herë dytë, herë tretë këtij pianecit? Absolutisht jo. Kjo është një logjike e papranuar. Pra, unë jam për atë që kushdo që përdor jo 0,5 se 0,5, ta shpjegoj për dëgjuesit, është në gjendje të dehur. Por ka dhe nga ata që pi një gotë birrë dhe nuk e mbajnë dot me ekuilibrin. Prandaj dhe kodi rrugor është kod ndërkombëtar. Pra është i studiuar nga përqindja e alkoolit, thot ndalohet përdorimi i alkoolit, pik, nuk thot që ky të pi 5, ky të pi 7, ky që e mban, ky që s'e mban. Nuk kemi gjeta llogarisim në këtë. Pra, këtu ka dy gjëra shumë të thjeshta. Më mirë të kemi 200, 300, 500 veta që e lënë të zanat janë taksistë, janë shoferë autobusësh, apo një gjë tjetër, dhe e lënë të zanat dhe fillojnë punojnë me kazën. Punojnë me kazën. Se sa të kemi 200-300 vdekur. Pra ne kemi 200 vdekur në vit. Kjo nuk është shaka. Kjo duhet prerë një herë dhe për gjithmonë. Kush përdor pije alkolike, nuk duhet përdori automobil. Pra nuk duhet të ketë ndryshe. Jo ta ketë për herë të dytë, jo ta ketë për herë të tretë, jo të përsëritur, jo të papër çfarë këto më bëhet herë. Pra s'mendoni që është i ashpër, nuk është ashpërsuar nga ligji aktual? I shofare që në rastin gjësë është shtuar një bisht atje. Pra i thot, herën e parë më kapën unë tap me alkohol, herën e dytë shohem, thot, mund ma heqin herën e dytë. Për çapë për heqin herën e dytë. Jo. Që herën e parë, të s'ketë të lloj klauzole shpëtimi. Kapën e pije alkolike, e le në drejtimit, dhe mbaroj këtë muhabet. Pra kaq. Nuk kam ne presa e thot, kur kapet për herë të dytë, kur kapet kur është përsëritës. Po që herën e para që me përpara një kolon me nxënës shkolle aty, ja 10 vete i shtrim për toke. Çfarë themi ne, kishte për herë të parë këy. Po mirë, dhe zuta dënojmë atëherë. Edhe ligji do thotë, kur shoferi shtyp njëri për herë të parë nuk duhet të marrë përgjegjësi. Kur të shtyp për herë të dytë, atëherë marr përgjegjësi. Me fjalë, për mua nuk ka logjik kjo. Për mua personalisht nuk ka logjik. Cili do që kërkon të drejtoj automobil, nuk duhet përdorë asnjë pikë alkool. Sot ka lloje birrash pa alkool. Të pi birrë pa alkool. Pra nëse është pianec, nuk duhet ngasi absolutisht automobil.